Nuk e di e murët vesh apo jo. Por një kompani e quajtur Mektrim, mos gabohen, Mektrin ose Mektrim, është kontrolluar para pak ditësh 2 herë. Pse u kontrollua kompania, do thoni ju? Na duhen dokumentat e veturës Flamurnogs që ka blerë Flamurnoga. Se që është veturë, Range, mos gaboj është, po. Shkuan njërën ditë, i thanë ata s'kemi. Shkuan ditë e tjetër, u thanë nxirni. Çfarë doli? Veturën e kishte blerë Lul Basha. Dhe sapo, gjë se është s'kene bukur kjo shumë, sapo punojsi, i tha orë zotëria s'ka ardhë kur me ble këtu veturë, dhe i tha këtu, po ja, i dha kjo ato dhanat e veturës, po këte veturë, tha, e ka blerë Lul Basha, ja ku i ke. As që i mori fare dokumentat. Jo, se krim duhet ishte për Flamurnogën. E kuptoni ju se çfarë? Por ngjarje reale kjo, taze. Tha, ja, ja ku i ke, tha, këte firma, ja ku i ka blerë Lul Basha këte veturë. Merë dosë, jo, tha, nuk më duhet për Lulit. Dëgjoni tani, se që kemi të bëjmë.